Sot do të ham 24 orë vetëm në markete. Hello njerëz, mirë se erdhët në videon time të parë në YouTube. Yay! Sot do të ham 24 orë vetëm në markete. Madje te menca e marketeve. Kjo më çon pas universitet kur ne kishim që të ngjitur dhe shkonim gjithmonë te menca e shparit për të ngrënë drek, sepse e para gatuanin shumë mirë, e dyta ishin shumë lirë dhe e treta vendi për të ngrënë ishte shumë i rehatshëm. E thash, po në jetë reale në përditshmëri, mos është më mirë që ne të ham nëpër këto vende? A mund t'i zëvendësojnë restorantet? Do e provojmë sot. Ora tani shënon 10:23 dhe do bëjmë gati që të ikim të ham mëngjes. Let's go! Sa po arritëm te marketi i parë që është Bjoju. Do marrim një ushqim kryesor, një ëmbëlsirë dhe një pije. Ky është sektori që bëjnë ushqimet. Interesante. As kanë sanduiçe? Për ëmbëlsirë them marrim një brioche. Për ushqim mund të marrim një copicë. Nuk është se paska shumë. Do shtë si kanë bërë sanduiçet akoma. Paska dhe perime. Me çfarë hahet byreku? Me dhall, do marrim një dhall. Ne jemi 2 persona dhe ky është totali që na shkoi për mëngjesin, është 4800 lekë. Kushtuan brioche 750, drevani mëngjesi 700 lekë, picë tave 1200, perime të pjekura 1200 dhe dhall nga 500 lekë. Tani do i provojmë. Do nisim me picën, baner shumë të mirë. Dhe ndihet që nga jashtë plasmasin dhe është goxha e bollshme për 1200 lekë. Është sa koka ime. Më madhe. Cheers! Crunchy. Një gjë që s'më pëlqen është përveç faktit që nuk ka ambient për të ngrënë, që okay, se njerëzit mund ta marrin në dorë, nuk kanë luk pirun plastike. Dhalli ftohtë në ditë vere është i Prometeu që solli zjarrin. Ky sjell fresko, sjell jetën. E tani do provoj perimet, po do i provoj me dorë, nuk kam çfarë të bëj. Nuk kam as këtu në makinë ndonjë. Era shumë e mirë. E duken të pjekura shumë mirë. Unë des për karrotë pjekur. Sa mirë pas kam pjek. Cheers! E mirë edhe kjo, po mua s'ma pëlqen si perimaj. Spec. Tani do provojmë byrekun. Byrekun në fakt nuk e mora unë, po thjesht ta provoj. Nuk është byreku më i mirë që kam ngrënë, po është i ngrënshëm. Unë që them atë teksa vazhdoj ta haj. Dhe vim te ëmbëlsira. Sa herë të mirë mban. Edhe është i ngrohtë akoma. Smells like bakery. Por si fillim do bëjmë provën e çokoladës. Do ndaj në gjysë dhe do shohim se sa çokoladë ka brenda. Makina ime. Është okay. Cheers. Nëse brumi nuk është si brum brioshi, është si brum byreku, nëse më kuptoni se çfarë do të them. Por për mua është shumë mirë. Domethënë mua më pëlqen shumë. This I love. Qemi për drek të një market tjetër. Bye! Hello! Jemi të Tegu, sa po mbaruam një film dhe është ora 3. Po përfitojmë nga rasti dhe do ikim të ham drekën të shpari poshtë. Let's go! Erdhëm te sektori ushqimit. Gjëra kanë shumë të mira. Që të regoj pak drekën time tani. Mora ujë, fileto pule me pana dhe një sallatë të rukola. Për ëmbëlsirë mora një strudel me mollë, që të jo të regoj për pak. Tu kemi qofte me saks, perime me pulë dhe ajran. Ndriçimi të ky këndi është skandal, për të bëjmë një taste test. Kjo është goxha e bollshme. Domethënë tu ka 6 copa pule. Kjo pjata bërë diku të 3500 a 3600 lekë, që është okay. Se në restoran do ishte 7.000-8.000 lekë. Cheers! Shumë e mirë. Dhe pula zakonisht është e vështirë për të gatuar siç duhet dhe kjo që ka shumë e mirë. Do të fiks një drek tamam me proteinë. Se ndjej që edhe në darkë do haj ndonjë gjë brumi. Kjo ishte sallatë rukola. Ka rukola, domate dhe parmigiano. Cheers!
pak dhe pjatat e tjera që nuk janë të mirë për t'i provoj sa për video. Këto ishin qofte me salcë. Pretendoj që të kenë një shije potente. Është ushqim shtëpie. Shumë super. Okej. Këto ishin perime dhe puj, po ndo provoj perimet. Karotë. Super. Shumë të mirë. Mincat e shpari ka një ndjesi shumë të mirë, feels like home, edhe këto gratë që punojnë këtu janë gjithmonë shumë të ëmbla dhe shumë të sjellshme. Tani do hajde do kthejmë për strudel. A mi dhe këtë ullur ndërkohë, këtu është goxhajme. Kështu që mos shihoni vaktin të qetë. Tani kemi ëmbëlsirën. Ky ishte strudel me mollë dhe arra. Ka erdhur mirë. Cheers. Nuk di si ta shpjegoj, po arrat pas kanë shumë shije si arra fshati. Do të thënë dihet shumë arra. Do ka fshoj edhe një që të arritë receli. Mënyra më e mirë se do i përshkruaja ushqimet dhe ëmbëlsirën këtu është ushqime shtëpie. Do të thënë dhe ëmbëlsira ngjan sikur është bërë në shtëpi, nuk ngjan fare artificiale. Si përfundim, do haja këtu dhe herë të tjera. Këto kushton bashkë me strudel 12.500 lekë, që bie diku te 6.000 pak lekë për person për një vakt të plot, që është për mendimin tim vakt i tillë shumë mirë. Që yes, ka dhe vend për të ulur, ka dhe piron lug dhe kështu. I morëm dhe proteinat për sot, shihemi në supermarketin e radhës. Hello, është 9:00 e darkës e tani do ikë te marketi Radhës për të ngrënë darkën. Plani është që të marr një kos me fruta ose diçka të lehtë, ose po kërkoj shumë pse është shumë vonë, ndoshta nuk kanë asgjë fare, por le ta shohim. Por dhe këta e në shtëpi se nuk kishte vend për të ngrënë. Më thoni pak, a nuk është një girl dinner dinjitoze? I call this girl dinner. Girl dinner. Girl. Nejse, është dhe. Gjeni pak se çfarë përmban kosi me fruta dhe faraçia. Përmban kos, faraçia, fruta të freskëta. Mban erë të mirë. Cheers! Nga shija nuk më duket sikur është kos i thjeshtë, më duket sikur është kos frutash nga ato të blerit. Tani provojmë dhe lëngu. Lëngu është pije me sheg pa sheqer. Cheers. Unë do vazhdoj të haj dhe do kthehem përsëri për të bërë matematikën, sepse në fund të fundit jemi në një ekonomi të keqe dhe duhet të numërojmë lekët. Mirë se erdhët në orën e matematikës me zysh Gjesin. A thua se nuk ju mjaftonte matematika që bëni në shkollë? Jo, do bëni dhe me mua. 3 vaktet e ditës së sotshme duhet i hanim në markete. Pra kemi ngrënë mëngjesin, drekën dhe darkën. Mëngjesi na kushtoi për 2 persona, që i bie diku te 2.500 lekë për person. Po flasim me të vjetra. Dreka na shkoi, që ishte përsëri për 2 persona, i bie diku te 6.250 lekë për person. Dhe darka më shkoi bëjnë 11.250, që për 3 vakte në Tiranë, vakte që ishin të mira, ja vlen që të hani gjatë ditës, ose ndonjëherë kur ju bie rruga, ose kur nuk keni ku të hani, në supermarketet që keni afër, sepse gjërat i kanë të freskëta, janë lirë dhe janë shumë të shijshme. Janë sikur i kanë gatuar vetë në shtëpi. Mëra drita. Kështu që miqtë e mi, kjo ishte dhe video ime e parë, ishte shumë kaotike, por është video e parë në YouTube, okay? Do mësohemi. Mos harroni të bëni subscribe poshtë, mos harroni të më ndiqni në Instagram, në TikTok dhe kaq. Bye.